Komisioni i përhershëm hetimor për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve ka mbajtur sot seancë për rastin e Koçanit, ku të pranishëm kanë qenë edhe familjarët e viktimave të kësaj tragjedie, aktivistë dhe krerët e larë shtetëror. Megjithatë, edhe në një seancë të këtill, deputetët kanë përdorur foltorën e kuvendit për përplasje inate politike. Deputetja e VMRO DPMNE Ivanka Vasilevska kërkoi përjashtimin e Dimitar Apasievit nga pozita e kryetarit të këtij komisionit. Ajo tha se deputeti Apasiev me deklaratat dhe qëndrimet e tij ka humbur kredibilitetin që të udhëheqë me këtë komision. Koleg Apasiev, më lejoni t'ju theksoj se veprimet e sotme të Komisionit të përhershëm hetimor për të drejtat e njeriut rregullohen nga ligji për procedim sipas parashtresave dhe ankesave. Kuneni 10 ndalon veprimin sipas një ankese, kur tashmë ekziston një procedurë gjyqësore për të njëjtën çështje. Edhe kolega Apasiev, si avokat, jeni detyruar ta dini këtë. Prandaj sjellja juaj duket edhe më e dyshimt. Apasiev ju përgjigj se komisioni nuk kryen funksione hetimore ose të tjera gjyqësore, por në përputhje me kushtetutën, gjetjet e komisionit janë baza për fillimin e procedurave për të përcaktuar përgjegjësinë e mbajtësve të funksioneve publike. Nuk duhet të na shisni ignorancën tuaj ligjore dhe sjelljen tuaj si profesor i drejtësisë si argument teorik. Ajo që lexuat ishte një letër nga prokurori në lidhje me komisionin tuaj hetimor të VMRO-s, jo komisionin e përhershëm hetimor, i cili është një kategori kushtetuese e garantuar në nenin 76 të kushtetutës. E vërteta, koleg të respektuar, nuk ka nevojë për mbështetjen e anëtarëve të VMRO-s për të qenë e vërtet. Zëri i nënave nuk mund të heshtet as nga ky parlament. Antarëve të komisionit u janë drejtuar edhe prindërit e viktimave, të cilët thanë se lufta e tyre për drejtësi nuk është vetëm për fëmijët e tyre, por është luftë për ardhmërinë e të gjithë fëmijëve të këtij shteti. Kjo tragjedi nuk është vetëm për shkak të një shkëndije të ndezur gabimisht, por pasojë e lëshimeve sistematike që rrezikon të drejtën më themelore, të drejtën e jetës, sigurisë dhe drejtësisë. Kërkesa jonë është që ky rast të shqyrtohet si shkelje serioze të drejtave njerëzore, me theks të veçantë në të drejtën e jetës. Atë që e kemi përjetuar nuk është vetëm jo efikasitet institucional, ajo është rrezik sistematik për të gjithë qytetarët. Ata po ashtu prezantuan edhe kërkesat ndaj pushtetit. Në lidhje me këtë, kryeministri deklaroi se kërkesat e tilla nuk janë dorëzuar në qeveri. Unë dëgjova diskutimet e deputetëve. Duhet të them edhe para opinionit të Maqedonisë se çdo deputet mund t'ju dorëzojë deputetëve propozim amendamente për çdo ligj. Ligj të tillë dhe propozim të tillë nuk ka dorëzuar deri më tani asnjë nga deputetët që diskutuan. Pyetja vërtet është se pse u prit me muaj që të caktohet komisioni anketues, dhe ndjesia ime për këtë komision anketues është që të gjithë flasin për drejtësi, dhe ndjesia ime është që një nga kërkesat kryesore të prindërve është që të ketë drejtësi. Drejtësi në komision anketues nuk mund të ketë. Drejtësi mund të ketë në kuadër të proceseve gjyqësore dhe për këtë unë tash më flas. Kujtojmë se përpos komisionit të përhershëm hetimor, shumica parlamentare ka formuar edhe një komision hetimor i cili do të përfshijë të gjitha rastet e tragjedive që kanë ndodhur viteve të fundit në vend.